Fenomeni shkodran Louis Ailey ka prekur zemrat e të gjithëve me postimin e tij. Ai ka emocionuar me një foto që ka publikuar ditën e sotme në Instagram. Shkodrani i zemrës ka pozuar pranë figurës së shenjtë që simbolizon edhe besimin e tij. Fotoja ka marrë vëmendjen e të gjithëve dhe po qarkullon kudo me një shpejtësi marramendëse. Ai është ndalur përballë kangjellave të hekurta, duke prekur me dorë mbrojtësen e vendit të shenjtë, por pa e kaluar atë në një akt simbolik të respektit. Mirë po ajo që ka shkaktuar reagime të shumta është mbishkrimi që ai ka vendosur në këtë foto. Ja se çfarë shkruan Louis Ailey: kur ndaloj këtu para saj, gjithçka tjetër hesht. Nuk ka famë, nuk ka zhurmë, nuk ka rrjete sociale, ka vetëm paqe. Dora që preku kangjellat nuk ishte për të kërkuar, por për të falënderuar për gjithçka që më është dhënë. Them faleminderit pa zë, por me gjithë shpirt. Ky është edhe mbishkrimi që fenomeni shkodran Louis Ailey ka vendosur shoqëruar me foton ku shfaqet me dorën e mbështetur tek kangjellat që rrethojnë figurën e shenjtë të Shën Marisë. Në këtë çast të veçantë, Louisi tregon se suksesi dhe fama nuk janë gjithçka në jetë, por vlerësimi për paqen e brendshme dhe mirënjohja ndaj së shenjtës janë pasuritë më të mëdha. Ky gjest i Louisit vjen si një kujtesë për të gjithë se, pavarësisht ku ndodhemi në jetë, është e rëndësishme të ndalemi për të reflektuar dhe për të falënderuar, qoftë edhe në heshtje, por me gjithë shpirtin. Me siguri ky postim ka frymëzuar të gjithë ndjekësit dhe mbështetësit e tij që nuk po ndalen se e adhuruari këtë foto dhe se e komentuari. Shkodrani i zemrës edhe sot ka arritur të emocionojë me fjalët dhe veprat e tij të veçanta. Sikundër ndodh gjithmonë, ai me gjithçka bën arrin të rrëmbejë vëmendjen e kujdo që e ndjek. Shkodrani i zemrës vijon të frymëzojë pafund me postimet e tij dhe asnjëherë nuk rri pa ndërtuar një marrëdhënie me publikun që e ndjek me shumë dëshirë dhe dashuri.